Në këtë edicion do të ndihni. Mungesa e furnizimit me insulina për diabetikët po bëhet problem shqetësues nga dita në ditë. Qendra kryesore e mjekësisë familjare ende nuk ka ndonjë plan konkret se kur do të ndodhë furnizimi i ri me insulina. $469 delegatë të konventës së 10 zgjedhore të PDK-s e zgjodhen Memli Krasniqin si të parin e partisë. Maturantët e shkollës së mesme ekonomike Kadriku Sari në Gjakov mbrëm kanë organizuar mbrëmjen e maturës, si e para gjenerat në qytet që nga koha e fillimit të pandemisë COVID-19. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Vazhdon të mbetet shqetësuese mungesa e furnizimit me insulina për personat të cilët vuajnë nga diabeti. Qendra e mjekësisë familjare në Gjakov ende nuk ka ndonjë informatë se kur do të bëhet furnizimi me këtë medikament, i cili konsiderohet si shumë i rëndësishëm për diabetikat. Kemi hyrë në muajin e 4 dhe ende nuk ka dozat e insulinave në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Shkumbin Dushi, shefi barnatorës në këtë qendër, tha se po përballen me vështirësitë e furnizimit me doza të reja dhe se shpresojnë se shumë shpejt do të reflektojë edhe Ministria e Shëndetësisë me furnizim të ri. Për momentin sasi të reja nuk ka, furnizime të reja nuk ka. Më thonë që barra kryesore i takon Ministrisë, që kjo është realiteti, do më thonë nuk është veç për komunën tonë, veç për komunën e Gjakovës, kjo vlen për gjitha komunët e Kosovës, do më thonë mungesat janë reflektu në gjitha komunët e Kosovës. Problemi është shtetënor, do më thonë nuk është problemi veç komunal, më thonë që Gjakova nuk ka insulina. Ai po ashtu tha se kërkesa e pacientëve është shumë e madhe, por për momentin janë e pritjet e sasive të reja me insulina, andaj edhe kërkoj që të ketë mirëkuptim pasi që nuk po varet asgjë nga kjo qendër. Kërkesa aty është shumë e madhe, presioni aty është shumë i madh, mirë, por kreç ka mujmë me bën, na mujmë veç që to informata shka neve na vijnë pi ministrisë, mi përcjell mi transmetu që to tek pacientat. Sipas burimeve të televizionit Syri, disa qytetarë në mungesë të sasive të insulinave në Kosovë individualisht po furnizohen jashtë shtetit, konkretisht në Kukës dhe në Bayramçuri. Theksojmë se në QKMF në Gjakov momentalisht janë mbi 1100 pacientë që presin të furnizohen rregullisht me insulina dhe çdo muaj numri rritet nga 10 ose 15 pacientë. 182.900 doza të vaksinës AstraZeneca kanë arritur sot në Kosovë, fal bashkëpunimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbretërisë së Norvegjisë, ndërkohë që në qendrën e vaksinimit në Gjakov, imunizimi i qytetarëve me dozën e dytë është duke u realizuar sipas planifikimeve në ditët e vikendit, ndërkaq në spitalin e Gjakovës vetëm një pacient është i hospitalizuar. Në qendrën e vaksinimit Femi Agani në Gjakov, procesi i vaksinimit është duke vazhduar normalisht. Gjatë vikendit, qytetarët janë duke u vaksinuar vetëm me dozën e dytë, pa përjashtime pasi sistemi nuk lejon të ketë ndryshime. Gjatë vikendit, vaksinohen vetëm personat për dozat të dyta, ndërka gjatë ditëve të javës mund marrë edhe persona për dozën e parë, sidomos grupet prioritare, patjetër që duhet fillimisht caktojnë terminin online, pastaj të marrin dëshmit, paraqesin që janë grupe prioritare për vaksinim dhe pastaj mund të vaksinohen. Gjatë ditës së sotme ka pasur fluks më të vogël, megjithatë nuk mungon interesimi. Interesim ka, si dihet që ata që kanë dozën e rekomanduar gjatë vikendeve, ata janë të mirëpritur dhe këto mujnë marrë dozën e dytë, nëse nuk kanë kontraindikacion tjetër. Rreth 3000 persona janë vaksinuar brenda javës në qendrën Femi Agani. Këtu na informuan se gazetarët dhe kameramanet të komunës së Gjakovës bëjnë pjesë tek kategori prioritare dhe mjafton të aplikojnë në e-Kosova për të vazhduar me procedurën e vaksinimit. Theksojmë se në tërë Kosovën brenda 24 orëve janë vaksinuar 11.900 persona, ndërsa me dozën e dytë 48.437 njerëz. Sot janë realizuar gjithsej 1.859 testime, nga ku rezultojnë 3 raste pozitive me COVID-19, 9 të shëruar dhe asnjë rast i vdekjes, ndërsa në total janë 166 raste aktive me virusin COVID-19. Kujtojmë që sot Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur se janë pranuar 182.900 doza të vaksinës AstraZeneca nga Norvegjia. Këto doza do të shpërndahen sipas nevojës në qendrat e vaksinimit në tërë Kosovën.
Memli Krasniqi është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. 469 delegat të konventës së 10 zgjedhore të PDK-s e zgjodhen Krasniqin të parin e partisë në punimet e konventës së jashtëzakonshme. Memli Krasniqi është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. 469 delegat të konventës së 10 zgjedhore të PDK-s e zgjodhen Krasniqin të parin e partisë, ndërsa 7 delegat ishin kundër zgjedhjes së tij për kryetar. Kështu kanë vendosur sot pjesëmarrësit në konventën e jashtëzakonshme të Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, është zotuar para delegatëve se do të punojë pandalshëm dhe se do të bashkëpunojë me secilin nga ata. Ai ka pohuar se do të ketë shumë sfida dhe pengesa, por siç tha ai, me energjinë që kanë do t'ja dalin që t'i te i kalojnë të gjitha. Krasniqi pas votimit ka thënë se nga sot do të vazhdohet rrugtimi i përbashkët në hapat e Hashim Thaçit e Kadri Veselit. Kur ju sot sapo më veshët me besimin që u kërkova për të vazhduar rrugtimin ton të përbashkët e për të quar tutje rrugën në hapat e dy liderëve ton, Hashim Thaçit e Kadri Veselit, por edhe të Zotit e Merholën. Ai tha se e njeh mirë shpirtin e partisë, por edhe vullnetin që buron nga secili antar i PDK-s, kështu sipas tij do t'ja dalin në vazhdimin e rrugtimit. 469 delegat të konventës së 10 zgjedhore të PDK-s e zgjodhen Krasniqin të parin e partisë, ndërsa 7 delegat ishin kundër zgjedhjes së tij për kryetar. Vendimi i fundit nga masht për lejimin e organizimit të mbrëmjeve të maturës ka gëzuar shumë maturant. Ishin maturantët e shkollës së mesme ekonomike të parë të cilët startuan me këtë event të rëndësishëm. Ekipi ynë ka vizituar mbrëm këtë gjenerat ku përmes kronikës do të sjellë më afër atmosferën që mbizotëroi atje. Jemi këtu në këtë fest pas gati 2 viteve pandemi, është festa e parë që po festohet pas pandemisë. Nxënësit ose maturantët tani me i kanë lënë bankat shkollore për të ardhur këtu në këtë fest. Janë nxënësit e shkollës. Maturantët dhe profesorët e shkollës së mesme ekonomike Kadri Kusari u mblodhën mbrëm për të shënuar mbrëmjen e maturës. Izolimit, distancimit social dhe frikës duke sikur mbrëmi kishte ardhur fundi për aq kohë sa do të qëndronin aty. Maturantët e kësaj shkolle që nuk pritnin as pak të festonin pas vendimeve të vazhdueshme që vinin nga masht, po e shijonin në maksimum këtë fest, që i bëri bashk pas një kohe shumë të gjatë. Është një mbrëmje të cilën e organizuam në rrethana jo të zakonshme, për shkak që tashmë dihet, fal punës së gjithë stafit, është bërë dhe ky stafit mësimor, edhe nxënëse është ky organizim. Gjithë maturantët ka qenë të entuziazmuar që do të mbahet mbrëmja maturës, edhe pse nuk kam pas fare shpresë që do të mbahet, mirë po momentet e fundit ju mundësua. Entuziazmi për të shijuar secilin moment të kësaj mbrëmje plot emocion ishte pjesë pothuajse secilit maturant, duke u përpjekur që me performancat e tyre plot elegancë e sharm t'i jepnin emocion mbrëmjes. Theksojmë se maturantët e gjeneratës së kaluar nuk patën mundësi të përjetojnë emocione të tilla, prandaj është për t'u lavdëruar secila nismë për organizimin e këtij eventi, i cili në të njëjtën kohë dhe përmbyll një kapitull të rëndësishëm për nxënësit. Ishte këngëtari Edi Armeni me grupin e tij, të cilët edhe kësaj radhe krijuan atmosferë festive për maturantët, të cilëve ju mbetet që të vazhdojnë tutje me profesionet e zgjedhura. Zjarri ka kapluar sot një pjesë të varrezave të qytetit. Ekipet e zjarrfiksëve menjëherë kanë punuar në lokalizimin e tij. Ndodhemi në varrezat e qytetit në komunën e Gjakovës, ku para disa minutave kemi marrë disa informacione se disa prej varreve i ka kapluar edhe zjarri, por si shihet kanë ardhur të gjitha ekipet relevante si zjarrfiksit për të parë nga afër se si është situata dhe menjëherë ata janë munduar që ta fikin zjarrin.
Pas ditën e sotme në varezat e qytetit në Gjakov, zjarri ka përfshirë një pjesë për varreve. Nga këtu edhe 2 varre janë përfshirë nga zjarri. Me të marrë lajmin edhe brigada e zjarfikësve arritën në vendin e ngjarjes. Ata thanë se në kohë rekorde bëm lokalizimin e zjarrit. Kemi intervenu me një automjet dhe 4 zjarfiksa. Me të shku të varezat e qytetit, kem pa një flakë madhe dhe tym. E kem vrejtë si vish një pjesë ka ndërhy në vareza, o janë mbeturinat për mas varezav. Kemi intervenu dhe zjarri është shuar tërësisht. Edhe hetuesia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po përpiqet që të gjejë shkaktarin e zjarrit. Në 6 mujorin e fundit, policia e Gjakovës ka raportuar se ka ndodhur 129 aksidente në komunikacion. Kjo shifër dëshmon se ka pasur rritje në raport me vitin e kaluar, ndërsa për mos respektim të masave anti-Covid, janë shqiptuar 3350 etiketa për gjatë kësaj periudhe kohore. Situata e sigurisë në Gjakov është e qetë dhe pa ndonjë incident, kështu ka deklaruar komandanti i stacionit policor në Gjakov, Melazim Lumi. Sa i përket situatës e sigurisë në komunën e Gjakovës, mund të konsiderojmë se situata është e qetë, pa incidente madhore, do të me incidentet të cilat janë incidentet që themi ne sporadike, që incidentet të cilat ndodhin në çdo vend të botës demokratike, të cilat do më procedurën dhe kryes të veprave të mundshme penale do të matutje pastaj mirën me organet tjera të drejtësisë. Krahasuar me vitin 2020, që ndikim ka pas edhe situata pandemike, izolimi total, këtë vit kemi rritje të numrit të aksidenteve, kanë shtuar zyrtar nga Policia e Kosovës. Përgjithësi krahasu me vitin 2020, në disa fusha kemi rritje duke llogaritë që 6 mujori i këtij viti me krahasu me 2020 konkretisht do më marsi, prilli, maji dhe fillimi i qershorit kanë qenë totalisht kemi qenë të izoluar dhe disa vepra penale të cilat kemi pas rritje vitin e kaluar nuk kanë pas mundësi të krijohen, po edhe prezenca ndoshta më e madhe ka qenë edhe policisë, ora policore, gjithë ato kanë bën në disa forma diku ndoshta akoma pozitive. Raporti 6 mujor i këtij institucioni bën të ditur se për gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 3306 etiketa për aksidente, ndërsa për mos respektim të masave anti-Covid janë shqiptuar 3350 etiketa të tjera. I njëjti raport njofton edhe për 106 vjedhje dhe 54 të tjera të cilësuara si vjedhje të rënda. Policia e Kosovës vazhdimisht është duke punuar në ruajtjen e rendit dhe qetësisë në komunikacion bën të ditur Major Melazim Lumi. Rritja e investimeve, prodhimtarisë dhe eksporteve mbetën ndër prioritetet e para të Ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari. Në një intervistë ajo ka deklaruar se në këtë ministri është duke u punuar mjaftueshëm për tërheqjen e turistëve të huaj, ndërkaq problem e konsideron numrin e vogël të inspektorëve. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka listuar 5 prioritetet që synon t'i arrijë gjatë mandatit 4 vjeçar. Ofrimi i ofertës turistike kosovare për turistët europian dhe në botë mbetet një prej tyre. Rritja e investimeve, prodhimtarisë dhe eksporteve mbetet ndër prioritetet e para të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Rozeta Hajdari thekson se 5 prioritetet e saj me programin qeverisës mbeten për përmirësimin e klimës së të bërit biznes, rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit privat, nxitja e investimeve dhe përmirësimin e bilancit tregtar. Në planin e qeverisë, që është me parimin kryesor, me konceptet kryesore punësim dhe drejtësi, ne ju kemi përshtat platformës dhe programet qeveritar me 5 prioritete strategjike në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Sa i përket zhvillimit të turizmit dhe tërheqjes së turistëve të huaj, Ministre Hajdari theksoi se në planin e kësaj ministrie është përfshirë edhe resori i Brezovicës. Sa i përket rregullimit të tregut, Ministre Hajdari, duke treguar se ka mungesë të inspektorëve, përmend se ligji i ri për inspektimet është në finalizim, që sipas saj është një nga shtyllat kryesore për përmirësimin e të bërit biznes.
Ne nuk kemi mjaftuar shem inspektor, por tani me ligjin e ri për inspektimet, ne do të mundohemi që të koordinojmë sa më shumë me kapacitetet që i kemi inspektuesen nga të gjithë resorët tjerë të qeverisë, duke përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë, Infrastrukturës, po ashtu kemi edhe aspektin tjetër të inspektorëve që sjellin të hyra që janë atë edhe dogana, por ato nuk do të jenë të përfshira në këtë ligjin për inspektime. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së fundmi lansoi edhe programin e granteve të përputhshme, i cili synon të përmirësojë aftësinë konkurruese të bizneseve kosovare duke kontribuar në rritje ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës pas pasojave të COVID-19. Projekti i financuar nga Banka Botërore parashek 14.3 milion që synon të mbështes bizneset për konkurrueshmëri për eksport, ndërsa përmes këtij programi bizneset mund të përfitojnë nga 5.000 deri në 100.000 euro. Është mbajtur turneu i golballit në sallën sportive Shani Nushi në Gjakov, organizuar nga personat e verbër. Klubi Saturni ka rezultuar fitues nga ky turnir. Hollësi të tjera na sjell kronika në vazhdim. Ditën e sotme e filluan me një aktivitet në nderim të 7 korrikut, dita kuran 8 dëshmor të fshatit Morin. Të ndarë në 3 ekipe e filluan edhe lojën. Të verbrit u shprehën se është kënaqësi kur ka aktivitetet të tilla, sepse fizikisht ndjehen më mirë. E mira këtij aktiviteti është se ne po ju japim mundësi gjithë të rive edhe gjithë komunitetit të verbrave që të luajnë edhe që të kenë përgatitje të tyre fizike dhe njëherë të kenë shoqërim në mes vete. Iniciativa Pavarë të Verbëve në Gjakov po organizon turneun e golbollit në kuadër të 7 korrikit, betejës së dëshmorëve të Morinës. Ky aktivitet është përkrahur financiarisht nga Hoxha Abdurrahman Bejtullahu, vëllezërit Shehi dhe restorant Tropoja. Në këtë turnir po marrin pjesë klubi i golbollit Saturni dhe klubi i parë dhe i dytë i golbollit L3 Gjakova. Edhe komandanti i shtabit lokal të UÇK-s në Morin u shpreh lumtur që kujtohet ende kjo ditë. Po sa kem qenë atëherë krenor dhe jemi sot për atë betejë që kemi zhvillu, për ato luftat mënyrë që kemi zhvillu, që as jemi të nderuar dhe të lavdum sot me ftesën e tyre që na kanë bën emër të familjes dëshmorë në radhë parë, veteranëve të ushtrisë shtimtare dhe invalidëve të fshatit Morin, i përshëndesim dhe i urojmë suksese sot në turner. Këtë ndeshje e fituan klubi Saturni. Në vazhdim do të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, do të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Mungesa e furnizimit me insulina për diabetikat po bëhet problem shqetësues nga dita në ditë. Qendra kryesore e mjekësisë familjare ende nuk ka ndonjë plan konkret se kur do të ndodhë furnizimi i ri me insulina. Ka 469 delegat të konventës së 10 zgjedhore të PDK-s e zgjodhen Memli Krasniqin si të parin e partisë. Maturantët e shkollës së mesme ekonomike Kadriku Sari në Gjakov mbrëm kanë organizuar mbrëmjen e maturës, si e para gjenerat në qytet që nga koha e fillimit të pandemisë COVID-19. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.